Dhjetra mjek, specialist, pedagog, shkencetar, përfaqësues të institucioneve publike dhe shoqatave për transplantin u mblodhen së bashku në një konferencë 2 ditore për të diskutuar mbi sfidat dhe mundësitë në fushën e transplantit, për të theksuar nevojën e bashkëpunimit të ngushtë si dhe krijimin e strukturave së më të avancuara për ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor për pacientët shqiptar. E pranishme në këtë konferencë ishte edhe zëvendësministrja e Shëndetësisë Entela Ramosaqaj, e cila gjatë fjalës së saj e vuri theksin tek ndërtimi i praktikave të mira europiane dhe investimi i qëndrueshëm në infrastrukturë për të gjithë ata pacientë të cilët kanë nevojën e kryerjes së një transplanti. Çdo transplant fillon me një donator, një skuadër, një pacient. Suksesi i punës tonë nuk qëndron në izolimin, por në bashkëpunimin. Transplantimi nuk është vetëm një arritje kombëtare, është më shumë angazhim në më shumë vende. Po ashtu, ekspertët pjesëmarrës theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit me Shqipërinë në fushën e transplantit të organeve, ndërsa shprehën angazhimin për të mbështetur vendin tonë në mënyrë të vazhdueshme përmes identifikimit të nevojave konkrete. Ne jemi veçanërisht të interesuar për të nxitur bashkëpunimin. Është një pjesë e rëndësishme e Bashkimit Evropian, historisë dhe trashëgimisë sonë. Ne dëshirojmë të thellojmë më tej vlerësimin e nevojave në lidhje me trajnimin, ndërgjegjësimin e publikut, duke bërë analiza më të thella. Gjëja më e rëndësishme kur ti identifikon një problem është që ta zgjidhësh atë dhe fuqia e këtij workshopi është aftësia e njerëzve, të cilët me të vërtetë përfshihen që të identifikojnë se cilat janë problemet dhe përpiqen të gjithë së bashku të japin një zgjidhje. Dhe sigurisht të kenë edhe ndihmën e vendeve të cilët e kanë të zhvilluar transplantin. Unë vi nga Bologna, Itali dhe shikojmë që ka disa pacientë të cilët vijnë nga Shqipëria në Itali për transplant. Aktualisht kemi 2 pacientë të cilët janë në listë pritje për transplant dhe njëri punon në Shqipëri. Mendoj që nëse Shqipëria punon për të forcuar bashkëpunimin me vendet e tjera, mund të ndërtojë një rrjet të qëndrueshëm. Elvana Rista, mjeke nefrologe, tregon se kjo nismë e re e Ballkanit ka për qëllim përmirësimin e cilësisë duke e bërë atë të krahasueshme me standardet europiane. Kjo është një iniciativë ballkanike për të përmirësuar cilësinë e transplantit, numrat e transplantit në këtë rajon që të bëhen të krahasueshme me ato europiane. Ky është një ndërgjegjësim që bëhet për popullatën dhe për mjekët që merren me transplantin, si nefrologët ashtu dhe kirurgët e transplantit, infermierët që merret me të, koordinatorët që kanë lidhje me procesin. Pra është një ndërgjegjësim i përgjithshëm si popullatës ashtu edhe i profesionistëve të transplantit. Konferenca 2 ditore shënoi një hap të rëndësishëm drejt avancimit të kujdesit shëndetësor dhe forcimit të rrjetit bashkëpunues në fushën e transplantimit.